Tjetra, urimi, mënyra e urimit nuk është absolutisht korrekte, as nuk është serioze, as nuk është e sinqert me marrë një mesazh aty. Tash edhe me këtë teknologjinë bashkëkohore, inteligjencën artificiale shkon t'i thua aty sikur poezi, një 5-6 rreshta aty sikur vargje. Edhe tash aty i ka 1000 shok në Viber që aty ne javë të njëjtin. 1000 shok i ka në WhatsApp, aty ne javë të njëjtin. 1000 shok i ka në Facebook, ku e diun e ku i ka në Messenger. Sinqerisht këtu më e mira është me liru me dashuri. Personalisht, kush do që më qënë që si me lule, e që si që s'ka emen, po jo, veç me gesh këto. Kur tash, shkruan atë mesazhin, selam aleikum vëlla Fadel, ose hoq Fadel, edhe on ta kthej vëllana im. Valla ma qova me lule, as ta që i me lule, as pa lule. Valla ma qova që asin një, do me thonë veç sa për me mjek qafe, që shpo thoi këta të rritë me më largu për i sporteli, që aty, ja, pa sa shkërem kështo. Edhe thë dikush, po ti s'ma ke urua. Po ti vëlla, shikaj e pak pozitën tënde. Unë për shembull, kam një rregull. Për Bajram, e marr telefonin, filloj nga mama të dashurit, që si kam afer, edhe pastaj filloj prej hoxhallarëve, po unë nuk më këtë hoxhallarë më shkruaj. Po e kom bo si rregull, si standard, kjo nuk ka farz, çka janë ma tjetër me mosh. Çka janë, po, i respektoj se Zoti i ka shu para neve, kemi përfitu për i tyne, edhe na, keni përfitu edhe jo. Këtyne trivja o lë rastin, me na neru neve. Edhe që shtu shkan kja, gjenerata e reje, e respekton, e ndërën gjeneratën e vjetër. Edhe tjetra, e kom caktue edhe një ditë për me prit mosafir. Se tash ti nëse ti nuk e bën si hoxh një kohë caktume, atëherë njerëzit edhe po hezitojnë me ardhë dhe mos me gjetë aty. Andaj çka, secili prej neje pra, kur t'i rënë dikujna, mjafton bre, një rresht ose 2 rreshta, me uru Bajrami, po me uru tamam, me ditë kujt po jaron. E jo valla një kum çu këtë dhe s'dia të ka aty një mesazh. E mos e deshti edhe apo mërzitna, am ka ardhur, s'm ka ardhur.